Ilir Panda, gjyqtari i Gjykatës së Lartë, u zgjodh kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, shorti për zgjedhjen e 9 anëtarëve të KED-s u hodh sot në presidencë. Bashkimi Evropian shprehu keqardhjen për vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për të mos certifikuar listën serbe për zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të mbahen më 28 dhjetor. Politizimi i KQZ-s nga lëvizje vetvendosje dhe partitë e tjera politike është i dëmshëm për Kosovën, deklaroi zyra e BE-s në Prishtinë. Federica Mogherini dhe dy zyrtarët e lartë në Bruksel u lirua nga qelia pas shoqërimit në kuadër të hetimeve për mashtrim që përfshinte shërbimin evropian të veprimit të jashtëm dhe Kolegjin e Europës. Federica Mogherini, rektore e Kolegjit të Europës dhe ish përfaqësuese e lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, u lirua rreth orës 1 të mëngjesit të kësaj të mërkurë. Bashkimi Evropian dhe Kanadaja njoftuan se kishin arritur një marrëveshje për të lejuar Otavën të marrë pjesë në instrumentin e financimit të mbrojtjes së Europës. Në një deklaratë të përbashkët, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe kryeministri kanadez Mark Carney e përshkruan marrëveshjen si një vendim shumë të rëndësishëm për forcimin e Unionit.